Askush nuk është perfekt. Unë mendoj që ajo që kemi bota shpirtërore, energjia që kemi, është ajo që ndriçon më shumë se sa sytë e bukur, se sa flokët e bukura, se sa paraqitja e bukur, se sa fiziku i bukur. Brëndësia, materia, energjia e mirë dhe pozitive, i mshoj shumë kësaj që ka shumë më shumë rëndësi se sa ajo vizualja. Pra këtë të vëmë në pak, kur na bulizojnë ose kur na paragjykojnë. Unë mendoj që çdo kush e di forcat e karakterit dhe duhet bazohemi në atë çka jemi, jo në atë çka dukemi për të tjerat. Çfarë duhet të bëjmë kur e kuptojmë se kemi mbetur shtatzën në një periudhë kur se prisnim, gjatë kohës së studimeve? Të bëjnë si unë, ta mbajnë dhe të sjellin në jetë një jetë të rengë që del nga brenda teje e buron nga dashuria. Unë kam sjell një jetë helgën që është burim dashurie, ka ardhur nga një dashurie madhe dhe ka ardhur pikërisht kur kam qenë studente. Kam qenë e papërgatitur. Dhe kam bërë gjën më të bukur, zgjedhjen më të bukur një jetë që ta mbaja dhe ta sillja në jetë. Dhe sot them çfarë kam bërë për ta merituar këtë fëmijë. Nuk ka vend për dilema. Jo, asnjëherë. Gjëja më e bukur që i ndodh në jetë një gruaje, edhe kur është në momente vështirësie dhe disfate, është që ta bekoj Zoti me emrin nën. Faleminderit shumë. Çfarë duhet të bëjmë kur tradhtohemi nga partneri? Shpesh herë gratë e humbin besimin edhe mendojnë që është faji i tyre. Në fakt, tradhtia vjen si shkak e pasigurisë së këtij partneri që e bën tradhtin. Mendoj që partneri që bën tradhtin është ndihet bosh dhe kërkoj të gjej vazhdimisht dikën që ta vlerësoj. Mendoj që nuk është faji i grave apo i burrave në çdo rast, se nuk janë vetëm gratë ato që tradhtohen, janë edhe burrat. Mendoj që duhet ta lënë këtë lidhje dhe të hecen përpara. Faleminderit shumë. E çfarë duhet të bëjmë kur prindrit janë kundër profesionit që ne e duam? Ka gjithmonë një zgjidhje. Cila është ajo? Vendosmëri, pak kërcënime, si që kam bërë unë, dhe ndoshta njërin prind e kam pas kundër, tjetrën e kam pas pro, dhe ka pas një dritë fund tunelit. Ka pas një dritë në fund tunelit. Dhe kam zgjedhur që të ndjek pasionin. Gjithmonë duhet, në qoftë se kemi këta prindër që janë hezitues për të na ndihmuar dhe për të na shtyr drejt pasioneve dhe dëshirave tona. Sot je ti në rolin e prindit? Unë nuk ju ndërhy. Nuk ju ndërhy në kuptimin që do t'jap edhe një shembull në qoftë se kemi kohë. Helga përfundoi shkollën nëntëvjeçare dhe donte të zgjidhte midis shkollës profesionale dhe asaj të përgjithshme, dhe unë i thash zgjedhja të takon ty, tham ke ndihmuar shumë. Sepse po të vendosja unë, ti thoja shko këtu, do thoshte e ti ma bëre. Vendimi ju qëndron fëmijëve, prindrit janë ata që duhet ju shkojnë nga brapa. Edhe nëse gabojnë, janë gabimet e tyre. Edhe nëse bëjnë zgjidhjen sa më shpejt i mësojmë fëmijët që duhet të gabojmë dhe të rritemi, aq më të përgjegjshëm edhe aq më të përgatitur dalim në jetë. Do me thënë, nuk na duhen të arrijmë 30 vjetorin që të kuptojmë se kemi bërë gabime, duhet të gabojnë shumë shpejt që të reflektojnë edhe të rriten. Gabimet na rritin. Pyetja e radhës, çfarë duhet bëjmë kur përballemi me një krizë financiare për rritjen e fëmijëve? Këtë e kam të vështirë të përgjigjem. Sepse duke qenë aktore, unë duhet përpëlitësh me thonjë.